Horoskopi për ditën e mërkur 17 qershor 2026. Dashi. Sot mund të ndihesh i tërhequr mes dëshirës për argëtim dhe nevojës për të marrë me çështje serioze. Një situatë në miqësi ose në jetën sentimentale mund të nxjerrë në pa ndjenja xhelozie, pasigurie ose pa kënaqësi të heshtur. Mos reagoni menjëherë ndaj provokimeve. Ato po ju tregojnë diçka të rëndësishme për veten. Në mbrëmje energjia stabilizohet dhe mund të gjeni një zgjidhje të mençur. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe afrim me dikë që ka rëndësi për ju. Ngjyra me fat, vishnje dhe e zezë, koha me fat 18 deri në 20. Demi. Dita nis në harmoni dhe besim, por më vonë mund të lindë një konflikt mes jetës profesionale dhe asaj personale. Mund të ndjeni sikur po gjykoheni ose do të duhet të provoni vlerën tuaj përpara të tjerëve. Mos lejoni që presioni t'ju largojë nga qetësia që ju nevojitet. Çështjet e karrierës kërkojnë durim dhe jo veprime impulsive. Në mbrëmje do të jeni më produktiv dhe do të organizoni plane të rëndësishme për të ardhmen. Ngjyra me fat jeshile. Koha me fat 16 deri 18. Binjakët. Sot mendja juaj është plot ide, por tensionet në komunikim mund të krijojnë keqkuptime. Një debat i vogël mund të marrë më shumë rëndësi se sa meriton, sidomos nëse prek bindjet tua personale. Kujdes me fjalët e nxituara dhe mos u kap pas kujtimeve të vjetra. Dita favorizon reflektim dhe jo përballje. Në mbrëmje mund të lindë një mundësi interesante për njohje apo bashkëpunim. Ngjyra me fat e verdhë. Koha me fat 19 deri 21. Gaforria. Ndjenjat janë më intensive se zakonisht dhe një çështje emocionale mund të arrijë kulmin. Mund të kuptoni më qartë se kush ose çfarë ka ndikim të madh në jetën tuaj. Nëse jeni lidhur tepër me një situatë, universi ju shtyn të gjeni ekuilibër. Konfliktet e vogla mund të zmadhohen, ndaj zgjidhini gjërat me qetësi. Dita është e mirë për të analizuar planet financiare dhe projektet afatgjata. Intuita juaj do të jetë udhërrëfyesi sot më i mirë. Ngjyra me fat është ngjyra e artë. Koha me fat është 17 deri 19. Luani. Venusi në shenjën tuaj po jep një shkëlqim dhe magnetizëm, por sot një marrëdhënie mund të vihet në provë. Dikush mund të dihet i pasigurt ose të kërkojë më shumë vëmendje nga ju. Mos e merrni çdo reagim personalisht, pas tyre fshihen emocione të thella. Dita është e mirë për të kuptuar se çfarë ju mungon vërtet në zemër. Në mbrëmje energjitë do të jenë më romantike dhe të buta. Një moment i veçantë mund të sjellë një afrim emocional. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat 20 deri në 22. Virgjëresha. Sot mund të ndiheni të lodhur nga përgjegjësitë dhe keni pak nevojë për qetësi. Tendenca për të kontrolluar çdo detaj mund t'ju sjellë stres shtesë. Një situatë në punë apo në rutinën tuaj të përditshme mund t'ju bëjë të kuptoni se është koha të ngadalësosh ritmin. Mos analizo tepër fjalët e të tjerëve. Kujdesi për veten duhet të jetë prioritet. Një periudhë reflektimi do t'ju ndihmojë të merrni vendime të mira. Ngjyra me fat blu e hapur, koha me fat 15 deri 17. Peshorja. Sot është një periudhë e mirë për takime, biseda dhe krijimin e lidhjeve të reja.
Megjithatë, do të jesh shumë emocional. Mund të ndihesh i tërhequr fort nga një person apo një marrëdhënie. Kujdes, mos e humb ekuilibrin duke investuar shumë energji emocionale tek diçka që mund t'ju lodhë. Një miqësi apo marrëdhënie mund të tregojë sot se ku do të shpenzoni më tepër, në para apo në ndjenja. Është momenti të vendosni disa kufi të shëndetshëm dhe të mendoni më shumë për qetësinë tuaj. Pasioni është i fortë, por shmangni xhelozinë dhe dramat të panevojshme. Në punë, bashkëpunimet kërkojnë diplomaci dhe durim. Financat, kujdes me shpenzimet impulsive ose ndihmat e tepërta ndaj të tjerëve. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat 18-20. Akrepi. Sot do të ndjeni të përkushtuar ndaj objektivave dhe përgjegjësive tua, po ndërsa dita ecën mund të lindë një tension midis familjes dhe punës. Do të keni një pasiguri apo një shqetësim që e keni mbajtur për brenda. Dhe për këtë do të ndihesh i ndarë mes dëshirës për sukses dhe nevojës për të kujdesur për njerëzit e tu të afërt. Një çështje që lidhet me shtëpinë, familjen apo një person të dashur mund t'ju kërkojë më shumë vëmendje. Mos e shihni këtë si pengesë, por një mundësi për të gjetur një ekuilibër të mirë. Konfliktet e vogla të sotme mund të sjellin kuptime të rëndësishme dhe zgjidhje afatgjata. Në dashuri keni emocione të forta, por tregoni të sinqertë dhe shmangni kontrollin e tepërt. Kujdes me shpenzimet që lidhen me familjen ose shtëpinë. Ngjyra me fat, bezh, koha me fat 14-16. Shigjetari. Sot energjia juaj është pozitive, keni dëshirë për aventurë, argëtim dhe përvoja të reja. Megjithatë, gjatë ditës mund të kesh disa tensione dhe mund të lindin keqkuptime në komunikim. Dikush mund t'i marrë fjalët tua më personalisht se sa e keni menduar, duke krijuar një debat të panevojshëm. Keni kujdes të mos fiksoheni pas një ide apo problemi që po ju pengon të shijoni momentin. Ndonjëherë është e nevojshme të largohesh pak nga përgjegjësitë dhe të marrësh frymë lirisht. Një kompromis i zgjuar mund të zgjidhë një situatë që ju ka shqetësuar kohët e fundit. Në dashuri një bisedë e sinqertë mund të largojë keqkuptimet dhe të afrojë zemrat. Ngjyra me fat, jeshile, koha me fat 11-13. Bricjapi. Sot mund të përballeni me çështje të rëndësishme që lidhen me financat e përbashkëta, borxhet, investimet ose ekuilibrin e pushtetit në një marrëdhënie. Ndikimi i Venusit përballë Plutonit nxjerr në sipërfaqe emocione të thella, që mund t'ju bëjnë të ndjeshëm ndaj fjalëve apo veprimeve të të tjerëve. Shmangini nevojën për të kontrolluar çdo situatë apo person. Sa më shumë të përpiqeni të mbani gjithçka nën kontroll, aq më shumë do të lodheni. Dita sjell mundësinë e një zbulimi të rëndësishëm për veten ose për një marrëdhënie që ka peshë në jetën tuaj. Në dashuri emocionet janë intensive. Besimi është çelësi harmonist. Ngjyra me fat, kafe, koha me fat 9-11 paradite. Ujori. Sot mund të ndihesh i ndarë mes asaj që dëshiron dhe asaj që ju nevojitet. Ndikimi i Venusit përballë Plutonit sjell tensione në marrëdhënie dhe mund t'ju bëjë pak kokë fort ose më të vendosur se zakonisht për të mos lëshuar pe. Megjithatë, suksesi i ditës qëndron tek kompromisi. Një debat apo një marrëveshje mund të lindë dhe secila palë kërkon të ketë kontrollin apo të vendosë fjalën e fundit. Marrëdhëniet janë në një periudhë të mirë zhvillimi, por duhet pak durim dhe mirëkuptim. Dita favorizon reflektimin dhe zgjedhjet ju japin shumë fuqi juve personalisht. Në dashuri një kompromis i vogël mund të sjellë një harmoni të madhe. Kurse në financa shmangi vendimet e nxituara dhe analizoni me kujdes çdo ofertë. Ngjyra me fat e artë, koha me fat është mesditë.
Peshqit, sot emocionet janë të forta dhe më të ndërlikuara se zakonisht. Ndikimi i Venusit me Plutonin mund të sjellë pasiguri, dyshime ose çështje besimi që kanë kohë që fshihen nën sipërfaqe. Mund të humni durimin me dikë për një arsye të vogël, por reagimi juaj mund të tregojë se pas tij fshihet një problem më i thellë që kërkon vëmendje. Mos lejo që shqetësimet emocionale t'ju largojnë nga puna, detyrat apo aktivitetet që ju sjellin kënaqësi. Dita është e mirë për të kuptuar më mirë veten dhe për të identifikuar se çfarë mund të shërohet emocionalisht. Në dashuri, besimi dhe sinqeriteti mund të shmangin keqkuptimet. Financat, bëj pak kujdes me vendimet e marra në ndikimin emocional. Ngjyra me fat blu oqeanike. Koha me fat është paradite.